Forma se qysh na I qasim e këtyne rrjeteve sociale, Facebookit, Twitterit, ato tash janë pjesë e jonja. Dhe nuk ka forma të cilat I kime mujtë më shkut për tyne, sepse e kitë nevojshme me publiku, ose me pa diçka në mesin e këtyne rrjeteve sociale. Dhe si tilla janë ndikus kryesor, apo janë përverzit kryesor cilët kanë me ndiku që na me kanë dvorën prej internetit, qasjes në internet. Sepse na përmenëm më herët edhe kafen. Tash momenti që ti shkon kafe, aja çfarë ti dëshiron, domethënë kime thonë, jo veç ti shë kush ka publiku, çka ka publiku, apo veç të shë se sa lajka ka me marr. Dëshysh në mënyrë të pavetdijshme, sepse thamë edhe më herët, kjo po ndodh në mënyrë të pavetdijshme, sepse personi nuk po e din që kjo po ndodh, apo që këto po e ban, sepse sikur të kish pa ai, për shembull më unë dhe me pa, sepse na tjetër opinion kemi kur I qasemi si problem, dhe tjetër opinion jemi ndryshe jemi atëherë kur veprojna, kur flasim për rrjetet sociale. Kështu që ato janë problemi kryesor cilët kanë me ndiku shumë negativisht që na me ka të varën për internetit. Dhe janë të ndiku, kanë ndiku dhe do të ndikojnë nëse s'kemi pas një qasje tjetër ndaj këtyne rrjeteve sociale. Fillimisht kanë qenë shumë të mëshëm ato biznise të cilat kanë përdorur sigurisht idetë e tyre që qysh me I pa opinionin e gjanë, apo qysh me I pa individët çfarë ata kanë nevojë. Sepse ti për me u fut në Facebook edhe në Twitter, si është diçka pjesë e jotja me pa patjetër kush ka lajka më shumë dhe kush të ka dërguar një mesazh apo çfarë do qoftë, ti dush me pas një telefon të caktuar që me pas qasje kudo. Edhe telefoni sigurisht është pjesë e asajna, pjesë përbërëse, pjesë me intrigat e veta për me të kyç dhe me të ftu në internet. Sepse nëse ti nuk I me pas telefonin e mençur, domethënë nuk I me pas edhe qasjen në Facebook, ka me kanë limitune. Se kështu nevoja në mënyrë të pavetdijshme për Facebookën, Twitter, për rrjetet sociale në përgjithësi, e ka prunë që edhe ti me pas një telefon të mençur I cili ka me tregu çdo herë dhe në çdo moment për gjendjen tonë reale në rrjetet sociale apo gjendjen e shokëve tu në rrjetet sociale.